Një prej historive më të çuditshme të botës, një histori se si njeriu mund të shkelmoj fatin e tij, ka nisur në një zonë jo shumë larg pse kësaj rruge ku jam unë, në pjesën e famshme të Peshawarit në Afganistan. Në vitin 1984, Steve McCurry, një fotograf i National Geographic, duke hecur në një kamp refugjatësh afgan pa një vajzë 12 vjeçare. Ai e fotografoi atë dhe kopertina një vit më pas, në vitin 1985 u publikua në National Geographic. Por fotografi McCurry kërkoi babait të vajzës që ta merrte me vete në New York, sepse sipas tij do të bëjë një modele e famshme me përmasa botërore. Babai refuzoi sepse deklaroi që vajza 12 vjeçare po i afrohej moshës së martesës dhe nuk mund ta linte në Amerikë. Në vitin 2002, Steve McCurry së bashku me një grup të CNN-it dhe National Geographic, për arsye se kopertina e revistës që konsideruar një nga më të suksesshme të shekullit të 20, u nis në kërkim të vajzës. Mbas 8 muaj kërkimesh, ata identifikuan edhe si Sharbat Gula, një vajzë nga Afganistani e cila jetonte tashmë në brendësitë të Afganistanit, e martuar me një tuf fëmijësh dhe që ishte përzën nga Pakistani për dokumenta të parregullta. Ata arritën ta bindin vajzën të fotografohet sërish dhe vendosën dy kopertinat, atë të 12 vjeçares dhe atë të 27 vjeçares së bashku, 17 vjet më pas. Gula nuk e dinte që fotografia sa ishte botuar, nuk e dinte që ishte bërë e famshme në të gjithë botën. Siç tha babai i saj, ajo nuk ishte parë asnjë ditë të bardhë në jetën e saj. Ajo humbi shansin sepse babai nuk pranoi që të shkonte dhe të bëjë një modele milionere dhe famshme në New York. Më pas jetoi në Afganistan dhe në vitin 2021 së bashku me bashkëshortin dhe fëmijët kërkoi strehim politik në Itali. Sot ndodhet në Itali, punon si pastruese në një shtëpi, një vajzë që mund të ishte një prej më të famshmeve të globit dhe më të pasurve të globit. Historia e Sharbat Gulas dhe historia e tmerrshme e shkelmimit të fatit nga vetë njeriu.